Ministri e Punëve të Brendshme Albana Koçiu në rrjetet sociale ndau një mesazh që qartësonte se pasuritë e përfituara nga veprimtaria kriminale nuk do të gëzohen dhe nuk do të trashëgohen, por do të kthehen në shërbim të interesit publik. Ajo u shpreh se përmes një fondi prej 15 milion lekësh të siguruar nga pasuritë e konfiskuara, hapim sot thirrjen për aplikim për ta shndërruar goditjen ndaj krimit në projekte me impakt real në shërbim të shtresave më në nevojë. Ministra Koçiu ftoi të gjitha organizatat jo fitimprurse të aplikojnë deri më 9 mars 2026 dhe të bëhen pjesë e kësaj nisme të përbashkët. Askush nuk do të gëzojë, aq më pak do të trashëgojë pasurinë e përfituar në rrugë kriminale. Paratë e pronat që burojnë nga droga, mashtrimi apo çdo veprimtari tjetër kriminale nuk janë më simbol fuqie apo privilegji. Ato kthehen aty ku u përkasin, tek fëmijët, tek familjet që kanë vuajtur më shumë pasojat e krimit, tek komunitetet në nevojë, tek viktimat e dhunës, në shërbim të interesit publik. Prova konkrete është thirrja që hapim sot, një mundësi e dedikuar për organizatat jo fitimprurse që duan të shndrojnë pasurinë e konfiskuar të krimit në projekte me impakt real shoqëror. Kemi vënë në dispozicion një fond prej 15 milion lekësh, i krijuar jo nga paratë e buxhetit të shtetit, por nga pasuritë e konfiskuara të krimit që rikthehen në dobi të shoqërisë. Aplikimet do të pranohen deri në datën 9 mars. Të gjitha informacionet mbi kriteret, dokumentacionin dhe procedurën e aplikimit do t'i gjeni të publikuara në faqen zyrtare të Agjencisë së Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, si dhe në faqen e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Dua të ftoj të gjithë organizatat e shoqërisë civile të aplikojnë dhe do bëhen pjesë e një përpjekjeje të përbashkët ku pasuritë e krimit shndrohen në shpresë dhe mbështetje.